shmangur atë kategori njerëzish që kanë frikra ose kanë fobi nga mbyllja. Për shembull, unë vetë nuk kam dëshirë që të ndodhem në ambiente të mbyllura. Ndoshta do ta kisha pranuar, po të më ofrohesh kjo gjë për hir të një misioni kaq madhështor, por në përgjithësi nuk e kam dëshirë. Po ka njerëz që nuk e kanë problem fare, ose që sprovat fizike. Përgjithsisht këto kalojnë shumë filtra, përzgjidhen, pastaj ata trajnohen, pra është edhe faza e trajnimit. Pra përgatiten për izolimin. Për izolimin edhe për të gjitha këto ciklet biologjike, për ushqimet që do hanë, për rregullin që do kenë, për disiplinën, sepse secili ka detyrat e veta dhe duhet absolutisht të bindet për çfarë duhet të bëj. Të gjitha këto janë pjesë e misionit të tyre. Po kur kthehen në tokë, sa ndryshon jeta e tyre? Pas këtij misioni e kam fjalën, ndryshon jeta e tyre kur kthehen në tokë? Po besoj që 10 ditë më shumë janë kujtesë se sa gjurmë fizike. Pra ato kthehen në normalitetin e jetës sonë dhe kanë kujtesën e një udhimi fantastik që rrallkush përveç tyre ka pas fatin ta provoj. Po besoj se kthimi në jetën e përditshme nuk është i vështirë. Aty në mesin e ekuipazhit, ky është momenti i konferencës për shtyp. Dhe në këtë momente po flet e vetmja zonjë që ndodhet në mesin e këtij ekuipazhi. Çfarë do të thotë që për herë të parë kemi edhe këtë përfaqësim të gjerë, kemi përfshirjen e grave në misione të tilla. Është bërë me qëllim. Është bërë me qëllim. Është bërë me qëllim, po. Edhe një person me ngjyrë, edhe një grua, ka qenë nga kriteret e fillimit. Prandaj edhe ka emrin Artemis, sepse ka një grua është një grua që për herë të parë po shkon në orbitën e Hënës, edhe Artemis 3 ose 4 kur të zbarkojë në Hënë do të ketë patjetër një grua. Kjo tregon që diçka që unë se kam vënë asnjëherë në dyshim, që gratë janë një lloj si burrat, qoftë edhe fizikisht, mund ta përballojnë sfidën fizike, edhe sigurisht që nga pikpamja e inteligjencës. Pse po rikthehemi ne? Në fund të ditës, çfarë do të përfitojmë? Dua të ndalemi edhe tek përfitimet e të ardhmes, e cila mund të jetë e afërt, e largët, ju e prekët pak më parë. Po, do doja të thelloheshim edhe më. Pra, kjo është patjetër e mirëmenduar, e studiuar prej vitesh, ndoshta prej dekadash. Po tani në 2026-ën, përfitimet e të ardhmes së afërt do të ishin me vlerë për tokën tonë? Motivi kryesor është hapi për pushtimin, për dominimin e hapësirës. Ky është motivi kryesor. Dhe për ta realizuar këtë, Hëna duket si një aleate shumë e mirë, sepse i ofron kushte të mira, për shembull aty është gjetur ujë në formë akulli, i cili mund të jetë baza për të jetuar njerëz, për të pasur mundësi karburanti për anijet e ardhshme hapësinore. Hëna është trup perfekt për studimin e historisë historisë së sistemit diellor. Hëna është një trup perfekt, është fat që e kemi pranë tokës për të bërë të mundur që ne të shkojmë më kollaj drejt trupave të tjerë të sistemit diellor. Mendohet që do të ketë ashtu siç është stacioni hapësinor internacional ndërkombëtar sot që sillet rrotull tokës, të jetë një tjetër rrotull Hënës i cili do ta bëjë shumë të thjesht këtë zbarkimin nga stacioni hapësinor në Hënë dhe pastaj kthimin në stacionin hapësinor. Pra ky është motivi kryesor. Por po t'i kthehemi historisë njerëzimit, njerëzit janë shumë produktiv në fantazi edhe në shfrytëzimin e mundësive të reja. Unë jam shumë e bindur që në momentin kur njerëzit të instalohen në Hënë për të realizuar këto, që thash edhe këto objektiva që kanë të agjensitë të rëndësishme hapësinore, me siguri do të ketë projekte fantastike për të përfituar në mënyrë të tjera nga Hëna, për shembull për të përmirësuar komunikimin midis njerëzve në tokë, po më vjen një ide, ose për
të themi për parashikimin më të mirë të motit në tokë. Po, do më thënë sa po më vjen në kokë tash, por me siguri brezat e ri që do vinë do kenë ide të reja dhe do ta bëjnë hënën shumë shpejt një mjedis shumë të dobishëm edhe për jetën në tokë. A është luks apo domosdoshmëri që njerëzimi të shpenzoj miliarda për të shkuar në hënë, ndërkohë që në fakt toka ka shumë probleme? Po nuk janë këto miliarda që i mungoj njerëzimit, sepse ka miliarda të tjera që harxohen në drejtime shumë të padobishme dhe historia ka treguar që njerëzimi është i pandalshëm në dominimin dhe kërkimin e territoreve të reja. Kështu që do të ishte e pandalshme edhe kjo ofensiv, po themi në thojza ndaj hënës dhe pastaj ndaj trupave të tjerë. Por ndoshta pyetja juaj e ka përgjigjen brenda. Fakti që këto projekte ekzistojnë tregon që janë të domosdoshme, sepse nuk mund të jenë tekat e një njeriu, janë kaq të shtrejta sa kushdo qoftë do të mendonte mirë për t'i parashikuar dhe për t'i vënë në realizim, në qoftë se nuk do të kishte një mbështetje popullore. Dhe unë besoj se është për arsye të kësaj mbështetje popullore, për arsye të këtij interesi të madh që ka njerëzit për të dalë nga toka, qoftë edhe për ta mbrojtë planetin tonë, por edhe qoftë për të përmirësuar jetën në planetin tonë, qoftë për të kërkuar mundësi të reja jete diku tjetër, janë të gjitha këto shtysa që njeriu i ka pas qysh se ka lindur, edhe që nuk do stopoheshin në shekullin 21. Sot që toka është eksploruar qoshe më qoshe, do të kishte patjetër një shtys për të kërkuar diçka tjetër, sepse nuk mund të stopohet. Imagjino në qoftë se do të ishte kjo e pamundur. Mirë sot shekulli 21. Pas 2-3 shekujsh, çfarë do bënin njerëzit në tokë? Prapë të njëjtën gjë, do lindnin, do rriteshin, do vdisnin në të njëjtin vend, pa patur mundësi për të eksploruar diku tjetër. Besoj se kjo është e pamundshme dhe është e papërputhshme me natyrën e njeriut. Hëna ju thatë, le të themi, është stacioni tranzit për të shkuar pastaj drejt Marsit, apo jo? Po. Pra, duke folur për të ardhmen, sa reale është ky mision? Unë besoj se është shumë real, sepse në qoftë se ke një makinë e cila udhton 10 ditë dhe 10 ditë i marrë të sigurt njerëzit brenda, atëherë po t'i lëm kohë zhvillimi, patjetër mas disa dekadash do të kesh një makinë e cila mund të udhtoj edhe 3-4 muaj, edhe t'i mbaj 3-4 muaj njerëzit brenda. Kështu që misioni Marsit nuk është i parealizueshëm, por kërkon financime shumë të mëdha, kërkon sprova, sfida. Ne për të vajtur në hënë kësaj here u deshën 4 etapa. Etapa e parë të shkoja nia vetëm, etapa e dytë të shkoja nia me njerëz. Mund të ketë edhe një etapë të tretë dhe etapa e katërt mund të jetë zbritja. Pra duhen bërë me shumë kujdes të gjitha këto hapa, në mënyrë që në momentin kur njerëzit të zbresin atje, të jenë të sigurt për të zbritur dhe pastaj për të kthyer mbrapsht në tokë. Kështu që kjo do të thotë që ndoshta në një të ardhme të afërt edhe njerëzit e thjeshtë që janë astronautë kanë fjalën, mund të hypin në këtë anije dhe të shkojnë ta vizitojnë. Nuk ka asgjë të pamundur, vetëm se është shumë e kushtueshme dhe nuk flitet as për njerëzit e zakonshëm, as për njerëzit super të pasur, por flitet në këtë stad jemi vetëm për 4 njerëz të trajnuar mirë, të cilët e përballojnë, e morën përsipër këtë sfidë, e përballuan dhe kthehen në tokë me gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë që të vazhdohet më tutje. A është e egzageruar ideja e kolonizimit të hapësirës në gjykimin tuaj? Është ky që po shohim kolonizimi i hapësirës është, sepse ne po dalim jashtë tokës. Është pjesë e kolonizimit të hapësirës. Por janë shekujt e ardhshëm për të treguar se deri ku mund të shkojnë njerëzit. Por nisur nga kjo histori e gjatë e njerëzimit, unë them që sfida kryesore është të përballojmë jetën në tokë, domethënë, të arrijmë të jetojmë me njëri tjetrin pa zhdukur racën tonë, pa zhdukur llojin tonë, dhe të mbrojnë planetin tonë
Këto janë sfidat kryesore. Në qoftë se ne i përballojmë këto, atëherë edhe pushtimi i hapësirës është i pandarshëm, sepse ai është një objektiv i gjithë njerëzimit, nuk është objektivi disa grupeve ose disa vendeve, por është objektivi i përbashkët. Kush do ta zotëroj, le të themi, hënën në të ardhmen në gjykimin tuaj? Njerëzit. Unë edhe këtë garë, sepse flitet që edhe Kina shumë shpejt mund të shkojë në hënë, unë them që kjo është një garë shumë e bukur, sepse kjo vetëm çon në zhvillim dhe në përparim. Përkundrazi, gara tjetër, gara me armët bërthamore, edhe kush sunton tjetrin në tokë, kjo është tmerrsisht e frikshme edhe e padobishme. Kurse gara për të kapur teknologjitë e larta është një vlerë për gjithë njerëzimin. Kështu që cili do që ta kapi pari, le ta marrë medaljen.